Banorët e Hotolishtit në Librazh kanë protestuar për të dytën herë për të kundërshtuar projektin e rrugës Elbasan-Qafthan, i cili kalon mes për mes fshatit. Banorët u përplasën edhe me punonjësit e policisë së shtetit, teksa mbajtën për 30 minuta të bllokuar të gjithë rrugën dhe 30 minuta vetëm njërin segment të rrugës. Banorët kërkuan nga ministrja Belinda Balluku të marrë parasysh kërkesat e tyre për të ndërtuar në Hotolisht një tunel për të mos shkatëruar jo vetëm 30 shtëpi që preken nga projekti, por të gjithë fshatin. Në emër të komunitetit të Hotolishtit ju paralajmërojmë, mos ta shtyni drejt një situate që nuk ka kthim. Në të kundërt do të vazhdojmë me protesta, me bojkotin e zgjedhjeve ose të gjitha formave demokratike të revoltës. Shkatërrohet historia e një fshati të tërë. Këtu banorët e fshatit nuk e dinë se cilit do i preki rruga shtëpinë. Këtu jemi në rastin më flagrant të abuzimit kur të vjen një ministër dhe të pyet shtëpia e kujt preket. Ka zgjidhje alternative. Biles kanë propozuar dhe si zgjidhje me tunel. Është një tunel rreth 300 metra, i cili nuk ka ndonjë kosto në impakt madh financiar, krahasuar me impaktin negativ social. Banorët kërkojnë ndryshimin e formulës së kompensimit të shtëpive që preken nga rruga, pasi i theksojnë se 250 euro metri katror, saqë është thënë, nuk u mjafton për të ndërtuar shtëpi të reja. Ankesat kanë edhe sa i takon kompensimit të tokës bujqësore, duke u shprehur se 174 lek për metër katror është një shifër tallëse, ndërsa çmimi i tregut është shumë më shumë se kaq.